Pas reagimeve të shumta tërhiqet nga rendi i ditës propozim ligji Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028. Regjistrohen edhe 3 raste të reja të etheve të Nilit Perëndimor. Gjendja e njërit pacient mbetet serioze. Pas klorizimit është paraqitur bakterie e re në ujin në Gostivar. Uji ende i pasigurt për pije. Zbulohet varrez me mbetje mortore në një fshat në Zubin Potok. Përshëndetje të nderuar shikuese, mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Propozim ligji për zbatimin e projektit Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028 ka shkaktuar sot përplasje në kuvend. Projekt ligji parashikte themelimin e një fondacioni të veçantë që nuk do t'i nënshtrojë ligjit për prokurimin publik. Opozita akuzoi se janë shkelur procedurat dhe rregulloria e kuvendit, ndërsa Gashiu përgjigj se kishte vepruar në përputhje me rregullat për seancat urgjente. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi sot e hoqi nga rendi i ditës si seancës së 119 propozim ligjin për zbatimin e projektit Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028, i cili duhet të votohej me procedurë të shkurtuar. Propozim ligji në fjalë është dorëzuar nga një grup deputetësh të VMRO të PMN-s dhe me të parashihej që qyteti Shkupit të themelonte një fondacion të veçantë, i cili gjatë realizimit të prokurimeve të tij për projektin Shkupi 2028 nuk do të ishte i detyruar të zbatonte ligjin për prokurimin publik. Propozuesit argumentojnë se për zbatimin e një projekti të tillë nevojitet një model i veçantë i menaxhimit, i cili do të sigurojë autonomi profesionale dhe programore. Megjithatë, kjo hasi në reagime të shumta të opozitës dhe organizatave jo qeveritare, pas çka Gashi pas një koordinimi të jashtëzakonshëm me përfaqësuesit e grupeve parlamentare e hoqi propozim ligjin nga rendi i ditës. Por kjo nuk u prit mirë nga deputetët e opozitës. Sipas deputetit Talat Xhaferi, me këtë po shkelet rregulloria e kuvendit, pasi sipas tij, kryetari i kuvendit nuk ka të drejtë të ndryshojë rendin e ditës me të cilën e ka thirrur seancën. Ai tha se kjo e drejtë i takon vetëm propozuesit të pikës së rendit të ditës. Në 150 ju obligon nga fillimi i procedurës ligjvënëse deri në seancë ku hapet debat, deputetët kërë spaku 10 ditë pune, maksimum 20 ditë pune. Lexojeni në 150. Mësë andej hidhrojeni kur ju thomi. Ju nuk duhet hidhrojeni, ju duhet zbatoni. Ju e shkelni në 62 kësaj rregullore ku janë përshkruar me kompetencat tuaja. Kompetenca juaj është zbatoni rregulloren, ajo ta shkelni rregulloren. Gashi tha se rregulloria e kuvendit i lejon të thërras seanca urgjente dhe brenda një afati më të shkurtër dhe akuzoi se seanca po bllokohet përmes procedurave parlamentare. Sa për të dhënë një shembull se si thehet rregulloria, kjo ishte shembulli tipik. Për shembull, e merrni fjalën për me propozuar rendite dhe e theni rregullorën. E keni pas 7 vjet kohë, ju kanë pas si e theni rregullorën. Edhe para koordinimit, partitë opozitare BDI, Lidhja Shqiptare dhe Aleanca për Shqiptarët reaguan se Gashi nuk po e respekton rregullorën, se materialet nuk janë dorëzuar për shqyrtim të paktën 10 ditë më parë, si dhe nuk po respektohet përdorimi i gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, në lidhje me këtë propozim ligj, ka reaguar paraprakisht edhe platforma organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit, duke i bërë thirrje kuvendit që ta ndërpres më njëherë procedurën për miratimin e ligjit dhe kërkoi që projekt ligji t'i dërgohet për shqyrtim Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Platforma paralajmëroi se projekt ligji i jep kompetenca shumë të gjëra diskrecionale kryetarit të qytetit, duke krijuar hapësirë të madhe për korrupsion.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit njoftoi se zgjidhja ligjore për projektin Shkupi kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028 duhet të përmbajë mekanizmat e përcaktuar me ligjin për prokurimin publik që garantojnë integritet, ligjshmëri, transparencë, ekonomicitet dhe llogaridhënie publike. Nga antikorrupsioni gjithashtu theksuan se zgjidhjet e rëndësishme ligjore duhet i paraqitet KSHPK-s paraprakisht për shqyrtim nga perspektiva e rreziqeve të korrupsionit. Çdo zgjidhje ligjore që parashikon përjashtimin ose kufizimin e zbatimit të ligjeve sistematike, veçanërisht ligjit për furnizim publik, duhet të shpjegohet qartë, hollësisht dhe bindshëm nga perspektiva e interesit publik, domosdoshmëria e një përjashtimi të tillë, proporcionaliteti i tij dhe vendosja e mekanizmave efikase për parandalimin e korrupsionit dhe keqpërdorimit të fondeve publike. Zbatimi i parimeve të transparencës, trajtimit të barabartë, konkurrencës së lirë dhe të ndershme, ekonomisë, llogaridhënies, integritetit dhe kontrollit efektiv nuk duhet të vihet në dyshim, pavarësisht nga forma institucionale përmes së cilës do të zbatohet projekti ose rëndësia e tij, njoftoi antikorrupsioni. Kryeministri Kristian Mickoski ka përsëritur sot se uljet e çmimeve të benzinës dhe dizelit në periudhën vijuese si pasojë e lëvizjeve në bursat ndërkombëtare. Mickoski gjithashtu pret stabilizim të mëtejshëm të inflacionit, duke theksuar se ai është dukshëm më i ulët krahasuar me vitin 2022. Kryeministri Kristian Mickoski pret që të hënën të ketë ulje të çmimeve të derivateve të naftës dhe stabilizim të inflacionit. Për shkak se këtë periudhë ka shumë lëvizje të çmimeve në bursë, vendi ynë çmimin e ri pritet ta thotë fillimin e javës që vjen. Pa vidite, сега е прерано да зборуваме, но она кое што го гледаме дека денеска имаме мал скок. Вчера цените се движеа некаде околу за Брентот, отприлика $83-84 за барел. Денеска имаме повторно некое нагорно придвижување околу 87-88, но далеку под 100. Така што јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но на што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Kryeministri u lavdërua se qeveria është tërhequr nga akciza dhe TVSH-ja vetëm për ta mbrojtur standardin e qytetarëve. I pyetur se sa ka mundësi që të intervenohet tek çmimet e produkteve bazë, ai theksoi se pret stabilizim të inflacionit, ndërsa u arsyetua se ka shtete që kanë parametra më të këqinj, ndërsa kjo qeveri tha se po punon për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Јас правев една анализа лично и ги споредував јуни месец 2026 со јуни месец 2022. Отприлика тоа се две слични години. Зошто? Затоа што тогаш почна војната во Украина, а сега е војната во Иран или во заливот. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Të hënën çmimi i naftës në vend u rrit për 4,5 denar, kurse benzina u rrit për 3 denar. Numri i personave të infektuar me ethetilit perëndimor ka shënuar sërish rritje, duke u regjistruar edhe 3 raste të reja. Ndërkaq, gjendja e njërit prej pacientëve i cili është në kujdes intensiv në klinikën për sëmundje infektive vazhdon të jetë serioze. Ministri i Shëndetësisë tha sot se Instituti për Shëndet Publik dhe Komisioni për Sëmundje Infektive po punojnë në mapimin e rasteve dhe do të ndërmerren masa shtesë. Janë regjistruar edhe 3 raste të reja me ethetilit perëndimor. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski bëri me dije se tani numri i pacientëve të infektuar me këtë virus ka shkuar në 11. Siç njoftoi ai që të 3 pacientët janë të hospitalizuar, 2 në klinikën infektive dhe 1 në neurologji. Këta pacient po testohen duke përdorur metoda të shumëfishta siç janë lëngu cerebrospinal, sekrecionet dhe testet të tjera. Sigurisht po kryhen më njëherë edhe anketa epidemiologjike.
Ajo që mund të konfirmoj bazuar në komunikimin me Komisionin për Sëmundjet Infektive është se përveç rasteve që lidhen me Greqinë, ka raste që definitivisht nuk kanë udhëtuar jashtë vendit dhe banojnë në rajonin e Shkupit. Ministri theksoi se fokusi i Komisionit për Sëmundje Infektive nga Gostivari është zhvendosur tek infeksionet tropikale. Rreth 80% e rasteve kalojnë pa simptome dhe ne kemi futur testimin sezonal të detyrueshëm të gjakut të dhëruar në transfuzion për të siguruar që dhurimi nuk do të thotë transmetimi këtij virusi. Një numër i madh janë asimptomatik. Ata që kanë simptoma janë në grup moshën më të vjetër, mbi 60 vjeç dhe shoqërohen me sëmundje tjera. Komisioni për Sëmundje Infektive po punon vazhdimisht. Fokusi nga Gostivari është zhvendosur tek këto sëmundje. Ministri përsëriti se po merren masat standarde epidemiologjike, dezinfektim në perimetër prej 200 metrash nga vendi i banimit i rasteve të konfirmuara, që është obligimi i Qendrës së Shëndetit Publik. 8 rastet e tjera me ethetenilit perëndimor po trajtohen në klinikën infektive dhe njëri prej tyre është në gjendje më të vështirë shëndetësore. Një ditë më parë, Ministri i Shëndetësisë bëri me dije se krahas pacientëve të infektuar me ethetenilit perëndimor, në vend janë regjistruar edhe 4 raste me malaria, 3 me virusin e Dengës dhe 1 me virusin Zika. Uji në Gostivar vazhdon të jeti i pasigurt për pije. Sipas autoriteteve, pas klorizimit të duhur të ujit, tani është shfaqur një bakteri e re dhe për këtë arsye momentalisht lejohet të përdoret vetëm për çështje teknike. Ndërkaq, numri i rasteve të reja të helmimit ka shënuar rënje. Numri i personave që kërkojnë ndihmë shëndetësore në ndryshimin se janë helmuar nga uji në Gostivar është ulur në 2 shifror. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 71 pacient. Sipas Ministrit të Shëndetësisë Sasho Klykovskit, faktori kryesor për këtë përmirësim qëndron në faktin se ditët e kaluara është bërë klorizimi i duhur dhe i rregullt i ujësiellësit të Gostivarit. Vlerësojmë se situata në Gostivar me epidemin po qetësohet, deri në fundin formal do të vijë kur nuk do të ketë më raste që lidhen me ujësiellësin e qytetit, sipas anketave të bëra të fundit. Ky përmirësim është për shkak të pastrimit të ujit dhe mundësimit të përdorimit të tij si ujë teknik. Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se pas klorizimit të ujit në Gostivar, tani është shfaqur një bakterie e re. Водата во Гостивар останува да се користи како техничка, без да има насоки за да биде истата користена за пиење и готвење. И уште некое време таа вода така ќе остане. Зошто? Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. Gjithashtu ai bëri thirrje prokurorisë që të hetojë se përse në vitin 2021 janë injoruar mbi 400 denoncime për ujë të ndotur. Ndalesa për përdorimin e ujit në Gostivar u vu më 17 kurrik nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë, e cila është ende aktive. Gjithsej nga uji dyshohet të jenë helmuar rreth 4000 qytetar. Ndërkohë prokuroria ka nisë hetim për shkaktarët e epidemisë në Gostivar, gjendje e cila u konstatua dhe u shpall më 18 kurrik. Policia ka arrestuar drejtoreshën e ujësiellësit të Gostivarit Artana Hasani bashkë me drejtorin teknik dhe përgjegjësin e sektorit të ujësiellësit, Leon Nuredinin dhe Vadetin Dervishin. Armata mbetet të ndihmojë në Gostivar derisa të ketë nevojë për këtë, tha sot Ministri i Mbrojtjes Vlado Mihajlovski në Shtip, ku kreu inspektim në kazermën Jani Sandanski në objektin e rinovuar, i cili është pjesë e projekteve infrastrukturore, të cilet po realizohen në kazermat e vendit. Në Gostivar do të qëndrojmë si armat për dhënie shtesë të ujit teknik, kapacitetet tona që i kemi vendosur në disponim çdo kund, cisterna dhe lloje të ndryshme pajisjesh, dhe do të jemi vazhdimisht atje edhe pse tashmë ujë teknik ka. Por varësisht nga nevoja e komitetit drejtues, për çdo qytetar të Gostivarit, armata do të qëndrojë atje pa kufi. Derisa të ketë nevojë, do të qëndrojmë atje, nëse do të përdoret kapaciteti i armatës mjaftueshëm apo jo. Në këtë çast ndoshta kjo është çështja e dytë. Çështja e parë është se armata mbetet atje të ndihmojë, theksoi Mihajlovski. Qeveria ka dhënë pëlqim për angazhimin e 300 specializantëve në spitale shtetërore dhe private në vend. Ministri i Shëndetësisë ka bërë të ditur se masa ka për qëllim të ndalojë largimin e mjekëve të rinj jashtë vendit.
të adresojë mungesat e theksuara në pozicionet specialistike dhe të rrisë aftësinë e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Ky nuk është vetëm një vendim për 300 vende të reja pune. Ky është një investim në 300 të ardhme profesionale, në institucione më të fuqishme shëndetësore dhe në kujdes më të mirë për pacientët. Ne nuk po i edukojmë mjekët tanë që t'i humbasim ata, ne po investojmë në njohuritë e tyre për të ndërtuar sistemin e kujdesit shëndetësor që qytetarët meritojnë, theksoi sot Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Autoritetet e Kosovës kanë kryer të martën gërmime në fshatin Kulludër në Zubin Potok pas dyshimeve për një varrezë me mbetje mortore që ata thonë se besohet se u përkasi një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se dyshimi i parë i institucioneve pas zdjetjes së mbetjeve mortore ishte se ato mund t'i përkasin 23 intelektualeve nga Mitrovica, ndërsa shtoi se për gjetjet duhet pritur konfirmimin e organeve kompetente. Dyshimi yni menjëhershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualve, 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovic. Ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por ky ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm. Sidoqoftë duhet t'i presim organet tona që të na tregojnë se për çfarë bëhet fjalë atje. Por duket që kemi një varrezë masive në fshatin Kulludër të Zubin Potokut, që është një komunë në veri të Ibrit, që ka qenë zone pa shqyrtuar më herët, pra bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka publikuar listën preliminare të personave të vrarë, zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Lista preliminare përfshin në total 13.227 të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekurit si pasojë e luftës. Prej tyre 12.230 deri në qershor 1999 e 997 pas kësaj periudhe. Raporti dokumenton se në grup moshën nga 0 në 17 vjeç janë 1.047 fëmijë të vrarë. 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa ende nuk dihet për fatin e vendodhjes së 100 fëmijëve të zhdukur me dhunë. Instituti ka sqaruar se në këtë listë paraqiten vetëm 3 kategori: personat e vrarë, personat e zhdukur me dhunë dhe personat e vdekur si pasojë e luftës, dhe se përfshirja vetëm me këtyre 3 kategorive nuk nënkupton se ato përbëjnë tërësinë e viktimave të luftës në Kosovë, por kategoritë e tjera do të trajtohen në fazat të tjera të veçanta të dokumentimit. Teherani zyrtar ka hedhur poshtë pretendimet propozimin e Omanit për një administrim të përbashkët rajonal në ngushticën e Hormuzit, ka thënë të mërkurën për Reuters një zyrtar i lartë iranian, duke shtuar shpresat për zgjidhje të ngërçit që ka bllokuar tregtinë në Gjirin Persik prej muajsh. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite po përpiqen ta ushtrojnë presionin ndaj Omanit për të quar përpara planet e tyre jo realiste lidhur me këtë ngushticë strategjike, ka thënë zyrtari për Reuters. Irani këmbgul se gjithë rruga hyrëse përmes ngushticës dhe një pjesë e rrugës dalëse duhet të jenë në kontroll iranian, ka shtuar ai. Sipas zyrtarit, një marrëveshje për kontroll të përbashkët 50-50 me Omanin nuk do të shërbente interesave të Iranit, megjithse Teherani e konsideron Omanin një fqinj të vlefshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se ka zhvilluar takime produktive me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Ishte një nder i madh të takohen me presidentin Zelensky të Ukrainës. U diskutuan shumë çështje. Takimi shkoi shumë mirë, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Në një mesazh tjetër, ai tha se edhe takimi i tij me Netanyahun ishte i suksesshëm.
Takimet u zhvilluan në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Trump priti 2 liderët veçmas për diskutime mbi çështje të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë luftën në vazhdim në Ukrainë dhe zhvillimet në lindjen e mesme. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.